Dhe shqiptarët definitivisht do të mendohen, dy gjëra i kanë. O të përgatiten një luftë, kanë pas shumë arsye për me kap armët më mbrojtën, pesun në Macedoni, ose të durojnë aq shumë derisa t'i shpërngulin këtë shqiptarët nga Macedonia, të shkojnë në Kosovë, në Shqipëri, gjithkund tjetër. Edhe me mira është të fillojnë të mendojnë sot për një plan, për një projekt që kërkohet nga Mytu Thaçi dhe Ali Ahmeti, edhe partive tjera shqiptare. Mendimi jam nëse më pyet kush është mirë me fillu me mendon aty me formu institucione paralele si në Kosovë, kur i kanë formuar në kohën e Milloshit, dhe na bie mirë valla, më mirë të bashkohemi me Shqipërinë se sa me këto që po na sonin për çdo ditë. Dhe ta bëjnë një platformë, një projekt për interesin e shqiptarëve. Mos mirën na çka bëjnë Maqedonët me emrin apo diçka tjetër. Ne dojmë NATO, dojmë në Evropë. Kemi Shqipërinë, kemi Kosovën, Kosova ka problemet e veta, po pse mos bashkohemi me Shqipërinë?